Volejbolli shqiptar është hasur këto ditë me një ngjarje të padëgjuar më parë. Volejbollistja e Dinamos, Najara Ferreira, është pezulluar përkohësisht nga federata pasi ka pasur ankesa për të në lidhje me gjinin. Disa sinjalizime nga rivalët kanë bërë që klubi të Dinamos t'i kërkohet që të kryej një test gjinie për 32 vjeçaren. Duket se braziliania nuk e ka pritur mirë këtë ndodhi, por është e gatshme që së bashku me klubin t'i drejtohet ginekologut. FSHV kërkon teste më të thelluara për të parë nëse më herët kemi të bëjmë me një ndrim gjinie nga Najara. Situata nuk është pritur as pak mirë nga volejbolistja, që duket se është ndjerë e diskriminuar. Për momentin nuk ka asnjë reagim nga palët, por të gjithë janë kapur në befasi nga një kërkesë e tillë. Deri në daljen e analizave nuk pritet ndonjë reagim, por fakti është se deri në këto momente Najara Ferreira është e pezulluar.